Kryeministri kroat Andrej Plenković prezantoi paketën e 10 të masave për të ndihmuar qytetarët dhe ekonominë me vlerë 450 milionë euro. Rritja e çmimeve të karburantit do të jetë kufizuar dhe çmimet e energjisë elektrike dhe gazit do të mbahen deri më 30 shtator të këtij viti të palëvizura. Gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë, kryeministri theksoi se me 9 paketat e mëparshme me vlerë 8.5 miliardë euro, vlera totale e ndërhyrjeve që synojnë mbrojtjen e qytetarëve dhe ekonomisë nga rritja e çmimeve që nga viti 2020 ka arritur në 9 miliardë euro. Plenković deklaroi se qeveria nuk mund ta ndalojë plotësisht rritjen e çmimeve, sepse atëherë shpërndarësit nuk do të jenë në gjendje të furnizojnë tregun dhe njerëzit nga vendet fqinje do të vinë në stacionet e karburanteve në Kroaci dhe më intensivisht se më parë. Ai shtoi se çmimet e rregulluara do të jenë vetëm në stacionet e karburanteve jashtë autostradave dhe çmimet e tregut do të jenë në autostrada. Kur bëhet fjalë për çmimet e energjisë elektrike dhe gazit, kryeministri Plenković theksoi se qeveria ka vendosur të vazhdojë me masat për të subvencionuar këto çmime, megjithëse fillimisht ishte planifikuar që ato të hiqeshin gradualisht nga 1 prilli. Vlera totale e kësaj mase është mbi 100 milionë euro. Me këtë paket, vlera totale të gjitha paketave të mëparshme të masave për të ndihmuar qytetarët dhe ekonominë është pothuajse 9 miliardë euro. Plenković u shpreh se janë përgatitur gjithashtu masa për të mbështetur qëndrueshmërinë e transportit publik vendas në shumën prej 8 milionë euro. Mbështetja për transportin publik të pasagjerëve arrin në 0.16 euro për litër naftë dhe qëllimi i masës është të ruajë disponueshmërinë dhe të parandalojë rritjen e çmimeve të biletave. Efekti i kësaj mase për operatorët e transportit është kosto më ulët e karburantit, mbuli më i lehtë i humbjeve për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit, mundësia e investimit në flotë dhe mbajtjes së shoferëve në punë, si dhe mirëmbajtja e linjave më pak fitimprurse. Paketa e 10 e masave përfshin gjithashtu masat e veçanta për fermerët dhe peshkatarët me vlerë 28 milionë euro.